Ne do të kemi komunikim drejt për drejt sërish me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë. Osman, përshëndetje. Zonja Balluku nuk u largua nga mbledhja e Këshillit të Ministrave. Po, teksa mbledhja e Këshillit Mandateve dhe ku do të diskutohet imuniteti i zonjës Balluku ka filluar, vet ajo është ende pra brenda godinës kryeministrisë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe prej godinës nuk ka dalë për t'ju drejtuar kryesisë së kuvendit aty ku është duke u mbajtur edhe mbledhja e Këshillit të Mandateve. Në fakt kishte diskutime edhe përpara se të niste kjo mbledhje për një mundësi që zonja Balluku të mos ishte e pranishme, duke qenë se patjetër në një moment kur po diskutohet pretendimet dhe kërkesat e SPAK-ut për të hequr mandatin, patjetër ajo ka të drejtën e saj për të qenë e pranishme në mbledhjen e Këshillit Mandateve për të bërë mbrojtjen, edhe pse është me dyert të mbyllura, zonja Balluku duket se nuk ka preferuar për të qenë brenda Këshillit Mandateve, duke e lënë në dorë ndoshta kolegëve të saj për të bërë mbrojtjen siç ka deklaruar kryeministri Edi Rama, duke qenë se menjëherë pas vendimit gjykatës kushtetuese, i cili ishte një vendim që e riktheu në detyrë zonjën Balluku, menjëherë SPAK veproi duke kërkuar masën pra për të hequr mandatin dhe më pas masën arrest me burg për zëvendës kryeministren, por që të paktën do duhet marrë pra miratimi i Partisë Socialiste si forca më e madhe politike duke pasur edhe numrat dhe për të hequr ose jo mandatin zonja Balluku. Nëse do të kishte një lloj mbrojtje që Partia Socialiste do t'i bënte zonjës Balluku, realisht do të kishte një ngërç, duke qenë se institucionet e drejtësisë nuk do respektoheshin nga vetë një parti politike e cila ka deklaruar se SPAK është krijesa e saj. Ndërkohë që ka disa lëvizje të paktën nga kryeministria, nuk e dim për të qartësuar saktë se çfarë janë dhe kush janë personat që janë duke lëvizur, por do të jemi këtu për të monitoruar në çdo moment ndoshta çdo dalje të mundshme të individëve të cilët janë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, pra janë automjetet të cilat janë duke lëvizur, ndoshta mund të jetë përfundimi i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ende nuk kemi asnjë lloj konfirmimi sa i takon diçkaje të tillë. Por siç e thash, News 24 do të jetë patjetër në transmetim të drejtë për drejtë për të parë çdo lëvizje në një ditë si kjo ku e theksova, pra Partia Socialiste nëse do të bëjë një mbrojtje, pra duke mos miratuar kërkesën e SPAK për heqjen e mandatit, patjetër që do të ishte edhe një situatë e cila do të pritet për të kuptuar se cila do të jetë sa i takon marrëdhënies me ndërkombëtarët, të cilët në çdo moment që ata kanë ardhur në Shqipëri, por jo vetëm, janë shprehur pro SPAK-ut, pro drejtësisë së re, duke dalë në mbështetje dhe duke kërkuar që drejtësia duhet të bëjë punën e saj pavarësisht çdo gjëje. Ndërkohë nga ana tjetër, duhet theksuar gjithashtu se me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK, Partia Demokratike ka ndalur akuzat ndaj këtij institucioni, ndërkohë që ministri Blendi Goxhe, ministrja Elisa Spiropali kanë dalë nga mbledhja, të paktën janë këta njerëzit që kemi arritur të identifikojmë deri në këto momente. Sa kohë këta individ pra kanë dalë jashtë kryeministrisë me shumë gjasa, edhe mbledhja e Këshillit Ministrave ka përfunduar dhe do të mbetemi këtu tani për të kuptuar nëse zonja Balluku do të largohet, apo do të qëndrojnë në kryeministri, apo do të shkojë në kryesinë e kuvendit ku është duke u zhvilluar mbledhja e Këshillit Mandateve, i cili do të vendos mbi fatin politik të Belinda Ballukut, do të pranojë kërkesën që bën SPAK për heqjen e imunitetit, apo do ta refuzojë, apo dhe një mundësi tjetër e cila më pas pritet i kalohet edhe kuvendit të Shqipërisë, pra miratimi ose jo i heqjes së mandatit të zëvendës kryeministres, e cila akuzohet nga SPAK sa i takon tunelit të Llogaras, sa i takon unazës së madhe të Tiranës, pra tendera të caktuar të cilat doli dhe Pirovangu ministri. Ka përfunduar i bie mbledhja Osman. Po, dhe Pirovangu po gjithashtu sapo ka dalë dhe mund ta themi me shumë mundësi mbledhja e Këshillit Ministrave ka përfunduar
Dhe tashmi jemi këtu për të parë nëse zonja Balluku do të dalë për t'u drejtuar Kryesisë Kuvendit, do të largohet apo do të qëndrojë ndoshta në një komunikim të drejtë për drejtë me kryeministrin Rama, sikundër ka ndodhur për orë të tëra ditët e kaluara, javët e kaluara, për të diskutuar rreth kësaj çështje, e cila në fakt është një nga çështjet e cila ka përfshirë Partinë Socialiste dhe nëse mund ta themi me batut, nëse deri më tani për Erion Veliajn, për Ilir Beqajn, për Ahmetajn, apo edhe për individ të tjerë të cilët janë të akuzuar nga SPAK, kanë ngrënë kumblla, dardha pas shpinës kryeministrit, duket se pas këtij hetimi që po bën SPAK-u, i cili ka mbritur në kryeministri ku ndodhet edhe zyra e Belinda Ballukut, pra duket se kumbullat dhe dardhat kanë mbaruar dhe ndoshta do të kemi një lloj pozicionimi nëse Partia Socialiste do të votonte kundër kërkesës së SPAK-ut, Partia Socialiste në raport me drejtsinë, për cilin ne kemi qenë vetë dëshmitar dhe madje kemi raportuar shpesh herë se vetë kryeministri Edi Rama pra është shprehur se SPAK është krijesa e tyre ose është drejtësia re ka ardhur si pasojë e votës që i ka dhënë Partia Socialiste dhe garancive që Partia Socialiste ka dhënë. Ndërkohë që ministrat janë duke dalë njëri pas tjetrit, do të shohim se cilët janë të radhës, ministra të cilët po dalin njëri pas tjetrit nga mbledhja e Këshillit Ministrave, e më pas për të kuptuar se çfarë do ndodh me zonjën Balluku. Jemi drejt për drejt në këto pamje, Klevi. Ndoshta zonja Balluku qëndron sërish me kryeministrin Rama, siç ndodhi pas marrjes vendimit nga SPAK për pezullimin e saj nga detyra, vendimi fillestar i SPAK, ku atë ditë kanë qëndruar dhe janë parë në ambientet e kryeministrisë për 7 orë e gjysmë, ndoshta edhe më shumë, kryeministri Rama me zonjën Ballukut, paktën ishin në njëjtat ambiente, se nuk është se kishte foto të mbledhjes apo çfarë diskutua brenda. Ju bashkuan në një moment gjithashtu dhe ish ministri Ulsi Manja. Ndërkohë ndoshta edhe sot kemi të njëjtin skenar Osman, prandaj s'po e shohim zonjën Balluku. Po gjithsesi janë edhe disa ministra të tjerë që nuk kanë dalë ende prej kryeministrisë apo jo. Po, është e vërtet një pjesë e ministrave ende nuk kanë dalë rreth 3-4 ministra nga kryeministria, nga mbledhja e Këshillit të Ministrave, ndërkohë me shumë gjas, Klevi, kjo pritet të ndodhë që zonja Ballukut mos paraqitet në mbledhjen e Këshillit të mandateve, sepse nëse do të ishte, patjetër do kërkonte që të ishte që prej fillimit në mënyrë që të dëgjonte të gjithë deklaratat e prokurorëve të SPAK, të cilët janë prezent në mbledhjen e Këshillit të mandateve, për të dhënë përgjigjet e saj dhe sa kohë prej orës 10:30 në momentin kur në momentin kur ka nisur mbledhja dhe zonja Balluku nuk është paraqitur, tashmë me shumë mundësi ajo nuk do të jetë e pranishme pra në këtë mbledhje ku ne them dhe do ta rithem, diskutohet fati i zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ende nuk e kemi parë të dalë nga ambientet e kryeministrisë dhe ndoshta mund të jetë edhe varianti që të qëndrojë brenda institucionit për të diskutuar me kryeministrin Edi Rama, ndoshta për të pritur bashkë me të edhe vendimin që do të marrë Këshilli i mandateve. E qartë Osman, mbetemi në pritje, ndërkohë në krahun tjetër të kryeministrisë, diku te 100 metra në distancë vjerore, mbahet mbledhja për mandatin dhe imunitetin e zonjës Balluku. Në krahun tjetër më pas,